Shtator procesi i aplikimit për tekste shkollore vazhdon të mbetet i hapur. Deri më tani, shifrat flasin për mbi 174.720 aplikime të suksesshme. Për hir të parë, Ministria e Arsimit ka ndërmarrë hapa për t'i përfshirë edhe fëmijët e familjeve rezidente që nuk posedojnë leje qëndrimi zyrtare në Kosovë, por që janë të kyçur në sistemin ton arsimor. Kështu që secili prind që nuk ka leje qëndrim të Kosovës i ka dorëzuar në Ministrinë e Arsimit në formë fizike, por edhe në formë elektronike të dhënat për fëmijët nga shkolla, dhe ato do t'i dërgohen SHI-s që manualisht pastaj të vendosen në sistem. Do secili fëmijë që vijon mësimin në shkollat e Kosovës dhe është rezident në Kosovë nuk do të mbetet pa u subvencionuar me tekste mësimore dhe materiale shkollore. Krahas kësaj, rrjeti i përfituesve zgjerohet edhe në kategori të veçanta sociale dhe institucionale. Fëmijët me nevoja të veçanta, për të cilët tekstet standarde shpesh nuk mjaftojnë, do të mbështeten për mjete alternative didaktike. Po ashtu, sikurse vitin e kaluar, mbështetja shtrihet edhe brenda mureve të qendrës korrektuese në Lipjan. Ndonse procesi po ecën sipas dinamikës së parashikuar, një pikpyetje mbetet ende mbi shumën e sakt financiare që do të përfitojë secili nxënës. Nga Ministria bëjnë me dije se llogaritjet përfundimtare do të bëhen vetëm pasi të mbyllet afati i aplikimit dhe të ketë një numër të saktë të regjistruarish. Shuma ende nuk është përcaktuar, për arsye se jemi duke pritur që të mbyllet aplikimi. Në momentin që aplikimi mbyllet, ne e dimë sa nxënës gjithsej kemi në nivelin arsimor, që nga klasa e parë deri në klasën e 9, dhe pastaj bëhet një kalkulim nga Ministria e Arsimit dhe dihet saktë shumas se sa do të shkojë për secilën nxënës në Kosovë. Ministria e Arsimit thot se synimi është që subvencionimi të përfundojë me kohë dhe nxënësit të pajisen me tekste dhe materiale shkollore para nisjes së mësimit më 1 shtator.